Nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Përshëndetje ime për të gjithë ata që na ndjekin, kudo qofshin dhe duke ju uruar një ditë të mbar, ju ftoj në tryezën e sotme të diskutimit këtu në Mirëmëngjes Shkodër. Të gjesh mënyrën e mirë të shkollimit, të motivosh bukur ditët tuaja, të gjesh ditë pas dite gjëra interesante, jo vetëm për të sotmen, por që japin rrugtim edhe në ditët e mëpasme, është jo thjesht një detyrë. Është një mision që mosha rinore, por edhe jeta akademike e mbështetur në një shkollim të mirë, dëshiron ta mbështesë në ditët tuaja. Në Fakultetin e Shkencave Shoqërore, i cili ka shumë deg, studentët vinë natyrisht me një pritshmëri të lartë për të realizuar shumë çka ata mendojnë në ecurinë e tyre. Por si është vijueshmëria? Çfarë ata gjen ditë pas dite aty? Sot në studio unë kam ftuar student të Fakultetit të Shkencave Shoqërore në Universitetin Luiq Gurakuqi. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes. Si është përditshmëria juaj në universitet, në Fakultetin e Shkencave Shoqërore? Po, atëherë unë jam Emilia Matishi, jam viti 3 gazetari komunikim dhe sigurisht një student i vitit të 3 ka shumë për të thënë, pasi po e mbaron atë dhe kam menduar që do të jetë një lehtësim për mua, por në fakt ka filluar që tani për të marrë malli për eksperiencën shumë të bukur që kemi pasur, sidomos ne dega e gazetari komunikimit, sepse ndryshe nga degët e tjera do të thoja, është edhe vetë puna e një gazetari, në fakt e ndryshme nga degët e tjera, por ndryshe nga degët e tjera kemi patur mundësi për ta praktikuar që në shkollë profesionin ton të ardhshëm. Disa prej nesh janë të dyzuar mes asaj degës të gazetarisë apo marrëdhënies me publikun, por që ne na pëlqen shumë gazetaria dhe eksperiencën më të madhe kemi marrë në laboratorin ton të gazetarisë, i cili ka të gjitha mjetet e nevojshme kryesisht për radio, por patjetër kemi edhe kamera ku kemi dalë edhe në terren dhe kemi zhvilluar të gjithë praktikën e nevojshme pa patur nevojën për të ardhur deri në momentin kur duhet ta praktikojmë siç bëjmë. Si të duket kjo studio sot? Kjo studio është patjetër është e përafërt, do të thoja studioja jonë që kemi në laborator me këtë studio dhe ndihem shumë rehat, pasi më duket e njëjta gjë. Aty kemi bërë të tillë eksperiencë duke bërë si në formë shakaje emisione të ngjashme me shokun e klasës që kishim përbri dhe ndihem shumë komod, pasi më duket diçka sikur shtëpia ime, më duket. Pra është pothuajse një kalim i butë nga një studio e shkollës e universitetit në një studio pune. Po. Është një angazhim i përditshëm apo jo? Puna me studimin, me angazhimet që jep fakulteti, besoj se kjo ju motivon mjaft mirë. Po. Mirëmëngjesi, unë jam Dileta Përleshi, kam mbaruar studimet e nivelit të parë dhe të dytë në Fakultetin e Shkencave Shoqërore, dega Gjuhë Shqipe dhe Letërsi. Aktualisht, ndryshe nga Emilia që po fillon ta marrë malli që tani për universitetin, mua më ka marrë malli faktikisht për universitetin, për ditët, ato ditët plot me vrull, për pjekje, për kushtim, nga universiteti tek biblioteka dhe anasjelltas, në kërkim të librave, në kërkim të dijes. Përditshmëria e universitetit është, të paktën në degën time, është mjaft ndoshta është aktive të thoja, sepse duke qenë dhe dega Gjuhë Shqipe e Letërsi, ne kemi mjaft romane e tjera për të lexuar, kështu që jemi gjatë gjithë kohës në kërkim të dijes, të librave, të aventurave e tjera. Sa mundshme është dhe ka qenë për gjatë gjithë kohës realizimi i atyre që kërkohet, një literaturë e bollshme që natyrisht është një kërkesë
përditshme shkollës? Në fakt, më kujtohet një shprehje, nuk e di nëse është shprehje apo thonjë eksaktësisht. Nëse kërkon gjën dhe kush kërkon gjën. E rëndësishme është të kesh vullnetin për kërkuar dhe për t'ia dalë, por nëse ke vullnetin, dëshirën dhe pasionin për ta bërë diçka ashtu siç duhet, normalisht kush kërkon gjën. Dhe ti ke gjetur. Absolutisht, kam kërkuar shumë për gjetur, në fakt është që kam gjetur. Ke gjetur edhe bukurinë pasionit tënd natyrisht, por gjithmonë ke patur kushte për ta realizuar këtë. Po, padyshim. Le të shohim eksperiencën e shoqes tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Fillimisht ju falenderojmë për hapësirën që na kushtuat në emisionin tuaj. Unë quhem Olivia Ademovi, vazhdoj studimet në bachelor në degën histori. Sigurisht jeta studentore me dinamikën e saj nuk ka si të mos mungoj. Po natyrisht. Është gjithmonë një ritëm për cilin në përfundimin e saj është pa shmangshme mungesa. Sigurisht edhe ne njësoj si tek degët e tjera, marrëdhënia me librin është e pandashme, apo me ekspeditat e ndryshme historike veç qyteti Shkodrës që na ofron, pasi kemi një qytet për cilin kemi çfarë të flasim, si nga ana historike, si nga ana kulturore. Është gjithmonë një kënaqësi të studiosh për historinë, e sidomos në një qytet që ta ushqen që që ndjep kulturën. Ti e zgjodhe vetë këtë degë apo ishte mundësia e pikëve e situatës që u krijua pas maturës për të ardhur këtu? Faktikisht, historia ishte thjesht një pasion. Dhe nuk mund të them që ishte zgjedhja ime kryesore. Por që në momentin që doli, pash që isha në vendin e duhur. Dhe ishte pikërisht ajo që unë kisha studiuar gjatë gjithë jetës time. Kjo të bëri që të ndjehesh e sigurt që në fillim, apo kjo erdhi duke u plotësuar kohë pas kohe gjatë ecjes tënde të studimeve? Kjo erdhi duke u plotësu kohë pas kohe, pasi dega histori, koncepti historisë që ne kemi në gjimnaz apo në nëntëvjeçare ndryshon shumë me momentin që ti hyn në universitet dhe zbulon një tjetër këndvështrim të historisë. Dhe zbulon që nuk ka të bëjë thjesht me luftra apo data, po është shumë më shumë. Gjithashtu edhe programi studimor kemi lënë si filozofia, historia e artit, e shumë tjera, arkeologjia, për cilën të krijon një tërheqje më të madhe drejt degës së historisë. Patjetër që pedagogët tuaj janë të grandave dhe niveleve shkencore që i përgjigjen ritmeve të kohës, apo jo? Po, patjetër. Mund të përmendin mbase. Po, patjetër. Profesoresh Bendi Skraja, profesor Simon Lufi, profesoresh Sereta, Koperaj, gjithashtu përmendim edhe pjesën e gjeografisë, pasi edhe ne kemi mjaft profesor gjeografisë, profesoresh Brestina Koplikun, Dritan Rustja, profesor Anil Mospahia. Janë mjaft emra. Natyrisht duke ecur në rrugën që zgjedh, ka momente që frymëzohesh edhe të bën që të marrësh një ecuri akoma më mbreslënse. Ka ndodhur kjo që pikërisht këto emra që ju përmendet ose aktivitetet që keni zhvilluar jo vetëm në procesin mësimor, por edhe me ekspedita apo me projekte të ndryshme ose projekte shkencore, të kenë marrë një spunto duke të ofruar akoma më shumë me degën. Sigurisht, sepse degë në fakultetin e shkencave shoqërore ose studentët që mbarojnë në këtë degë, jo të gjithë mund të përfundojnë mësues apo pedagog. Ka mjaft hapësira të tjera. Para 2 vitesh, Universiteti Luigjë Gurakuqi në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër kishte një projekt në cilën isha pjesë edhe unë, 3 studentë u zgjodhen dhe ne
Morëm një eksperiencë tjetër pasi u vendosëm në Muzeun Historik të Shkodrës, ose KUKA, dhe në Muzeun e Memorjes dhe të Kujtesës, Muzeun e Komunizmit. Unë isha pikërisht tek pjesa e Muzeut të Historisë ose KUKA. Dhe gjatë asaj periudhe ne kishim mundësinë të praktikonim gjëra që ne kishim mësuar gjatë viteve dhe njëkohësisht morëm një huri të reja mbi fushën e historisë dhe gjithashtu edhe komunikimi me turistët. Në fakt, këtu gjej rastin të falenderoj edhe mikpritjen e ish drejtorit të Muzeut Shkodër, Fatmir Juka, zoti Fatmir Juka, dhe profesorin ton, Anel Mospahia, i cili është pjesë e stafit që e bën shumë më të thjesht pjesëmarrjen tonë aty. Një eksperiencë e bukur. Le të kalojmë tek studentja tjetër që natyrisht mund të sjell diçka të veçantë. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam Diana Buni, jam në vitin e parë të masterit shkencor për Degon Gjeografi. Në fakt, pas mbarimit të 3 vjeçarit të bachelorit, isha mes zgjedhjes se ku do vazhdoja studimet në Shkodër apo ti vazhdoja ata më pas në Tiranë. Në fakt, zgjedhja ime ishte prap Shkodra. Interesante. Për vetë të mirat që kam patur gjatë 3 vjeçarit bachelorit, për vetë ngrohtësinë dhe përgatitjen e gjithë departamentit të gjeografisë, për mbështetjen që kam pasur gjatë 3 viteve, dhe kjo ishte në fakt shtysa kryesore që vendosa të filloj edhe masterin shkencor pikërisht në Shkodër. Masteri pra niveli i dytë i studimeve është shkencor dhe profesional, ju zgjodhët masterin shkencor. Pa. Pse pikërisht këtë master? Në fakt është në Shkodër është edhe profesionale dhe shkencor për Degën Gjeografi, por në fakt është në varësi të mesatarës. Edhe përderisa kisha një mesatare që ishte e lartë, zgjodha pikërisht të vazhdoja shkencorin, dhe do të përcaktoj faktin se është profil rajonal dhe ishte diçka që më tërhoqi akoma më shumë dhe prandaj e zgjodha. Pra, ke zgjedhur një deg që të përshtatet dhe që aplikohet. Pa. Si e mendon këtë aplikim, sepse gjithmonë studimet janë një rrugë, gjithë jeta është proces i vazhdueshëm, por studimet kanë një rëndësi shumë të madhe në formimin dhe në drejtimin që jeta merr. Pikërisht zgjodhe diçka që mendon se vijon me një pritshmëri të lartë, apo ja? Pa, atëherë vetë Dega Gjeografisë në fakt është një disiplinë gjithëpërfshirëse, është një disiplinë multidisiplinare, të ofron fakt shumë mundësi dhe siç e tha edhe parafolësia ime, nuk e shohim të ardhmen vetëm si mësues ose pedagog në universitet, në fakt dyert tona janë shumë të hapura. Ndoshta në për agjencitë ndryshme turistike ose nuk e di. Pra, kjo bazë e jetës akademike ju jep mundësi të shumta. Kështu e shikoni? Patjetër. Ju përshëndes për motivimin e bukur dhe optimizmin. Shpresoj që hap pas hapi këto të jenë hapa të realizueshëm në vazhdimsi. Ndërkohë, le të njihemi me mikën tonë tjetër. Atëherë unë jam Pamela Roko. Unë edhe shoqja ime përpara kemi përfunduar ciklin bachelor dhe master profesional në Degën Gjule Tersi. Unë po vazhdoj aktivitetin ose rrugën më tej që më pret praktika profesionale. Aktualisht jam në përfundim të praktikës profesionale dhe them që ka qenë viti ku e gjithë fryma dhe e gjithë dija që kam marrë në universitet tashmë ka kaluar në praktikë totale dhe tani në fund të praktikës ku jam përballur me gjitha problematikat që ne i kemi diskutuar nëpër auditore, mendoj që Dega Gjule Tersi nuk ka qenë thjesht rastësia ime në jetë, por ka qenë zgjedhja më e mirë që kam bërë. E shoh veten si mësuese, por jo vetëm. Unë faktikisht kam anashkaluar disa praktika, kam bërë një praktikë profesionale në drejtorinë arsimore
para se të shndërrohej në zyrë arsimore në Shkodër. Kemi patur ekspeditat shumëta, kemi patur shumë aktivitete të ndryshme, prandaj them që ka qenë një zgjedhje jashtëzakonisht e mirë. Po ta bashkojmë ditën e parë të studimeve në këtë fakultet dhe në degët tuaja, me vjimësim dhe në ditët e tanishme. Si do ta përcaktonit me pak fjalë këtë ecuri? Atëherë, dita e parë në vitet kur unë kam qenë, ka qenë jashtëzakonisht e populluar, ishte i gjithë auditori me studentë dhe pyetja e parë që çdo student i kemi bërë vetes, a do t'ja dalim. Pavarësisht notave të mira që kemi ardhur, pavarësisht renditjes në vendet e para, është ajo me dyshja duke parë një popullsi aq të madhe dhe studentë e ndjen konkurrencën që në ditët e para, por mund të them që e gjitha kjo me dyshje ose dyshime që kenë vete është shuar shumë shpejt nga prakticiteti që na kanë dhënë pedagogët, nga ofrimi i një bashkëpunimi shumë i fryqëm që ata na kanë dhënë. Cilat janë disa nga pedagogët tuaj? Janë shumë, por faktikisht duhet përshëndes gjithë stafin, sepse ne jemi ndarë edhe në gjuhë dhe në letërsi. Por duhet përshëndes asnjë lloj përjashtimi, sepse siç e përmenda na kanë dhënë një frym bashkëpunuese. Ato nuk i kemi parë thjesht si pedagog, por si modele. Prandaj unë nuk duhet veçoj asnjë, sepse janë shumë, por dua t'i përshëndes gjithë si staf. Më herët thej që në ditën e parë ishim shumë të populluar. Po. Në ditët në vijim dhe pikërisht në këto ditë kur flasim, është përsëri populluar apo ka disa degëzime rrugësh? Në fakt nuk është populariteti siç ka qenë, me sa shoh ka patur disa dyzime dhe për vetë faktin e risive të reja që kanë ardhur, por mund të them që gjuhë dhe letërsi nuk e zëvendëson asnjë lloj dege. Dua të bëj thirrje sepse të vazhdoj studimet në gjuhë letërsi në Shkodër, të ofron mundësinë edhe të gjitha nivelet të tjera. Është i vetmi adeg që ofron të gjitha stadet brenda Universitetit të Shkodrës. Në degën gjuhë letërsi kemi bachelor, master profesional, master shkencor, por edhe doktoraturë. Gjë që po e mendojmë pasi të kryejmë edhe praktikën profesionale, të vazhdojmë edhe hapin e tretë dhe final, besoj, të doktoraturës. Si zgjedhur Shkodrën për të realizuar studimet tuaja? Mendoj që kam zgjedhur Shkodrën, jo vetëm fakultetin e shkencave shoqërore, jo vetëm si fakultetin më të afërt edhe për mundësi ekonomike, por mendoj që duke parë të gjithë angazhimin edhe punën që ka bërë Universiteti i Shkodrës, veçoj degën time, mendoj që ishte zgjedhja më e mirë dhe pse jo. Nuk mungon asgjë për ta patur në dyshim të zgjedh apo jo fakultetin e Shkodrës. Dua të di paksa gjeografinë e ardhjes së studentëve në fakultetin tuaj dhe në degët tuaja. Atëherë, edhe unë në fakt kur kam qenë në fillimet e bachelorit, 3 vjeçarit, edhe unë jam përballur me një auditor plot me studenta, edhe pyetja që i thoja vetes sinqerisht ishte që a do evidentohem unë këtu? Po natyrisht, sepse jeta është një garë dhe për ta fituar duhet shumë mund dhe shumë përpjekje. Po, dhe pastaj me kalimin e kohës, normalisht edhe me angazhimin tim shumë të madh, arrita në fakt ja dal dhe ja ku jam, me rezultate të shkëlqyera. Dua të shoh dhe eksperiencat të tjera, përsëri qëndroj tek ajo interesi i gjeografisë së ardhjes dhe mundësisë së ardhjes në këtë fakultet të studentëve. Mund të kalojmë mikrofonin Olivia? Jo. Emilia. Olivia. Po. Sigurisht edhe në fillimet në vitin e parë auditori ishte i mbushur në degën e historisë, por gjatë viteve shikojmë një rënje të studentave, kjo ndoshta për shkak se historia është një lëndë shumë voluminoze, jo të gjithë mundën ta përballojnë si pra si rezultati i seleksionimit. Po. Të studentëve. Marrë nivelin e përgatitjes së tyre. Po, normalisht.
Nërsa nëse shohim nga gjeografia e pse zgjodha unë këtë universitet, sigurisht që ishte në Shkodër, edhe tarifat janë të përballueshme për ne që jetojmë këtu, dhe kostot e tjera të vitit. Dialekta nuk është nga Shkodra? Jo, unë nuk jam nga Shkodra, unë në fakt vi nga Lezhë, Po. por që lidhem shumë ngushtë me Shkodrën, sepse të afërmit e mi jetojnë këtu. Zgjedhja ime, zgjedhja për të vazhduar studimet në Fakultetin e Shkencave Shoqërore në Shkodër, ka qenë fakt jo dhaqe rastishme se sa e menduar. Edhe deka ka qenë mjaft e menduar, që në Vegjeli kam ndërruar gjithmonë të bëhem mësuese, pavarësisht se nuk kam qenë kështu e ndarë në cilën dek do vazhdoja, por e ndava përfundimisht mendjen se dua ta vazhdoja për dekën gjuhë shqipe e letërsi, në momentin që në vitin e dytë të shkollës së mesme më botova një libër, një përmbledhje me poezitë e mia që kisha bërë gjatë gjithë viteve. Sa bukur. Dhe kështu që në atë moment e ndjeva dhe ndava mendjen se duhet ta vazhdoj për të dekë dhe Ti e vazhdon të shkruarin të Po, poezi? vazhdoj të Çfarë shkruarin. mbështetje ke patur nga universiteti dhe si është plotësuar pikërisht ajo prirje juaja për të shkruar me natyrisht me një ambient, me një formim më të madh, por edhe me një nivel ku përballesh me të tjerët që kanë njohje për letërsinë, apo? Padyshim. Në dekën time, në dekën gjuhë shqipe letërsi, gjejnë pedagog që të gjithë pedagogët janë shumë të formuar, por po flas gjejnë edhe faktin që nëse do që ta redaktosh një poezi, gjejnë shumë mbështetje, domethënë, nëse kërkon një mendim të mirë, se si mund ta bëj këtë poezi edhe më mirë, se si mund ta redaktoj, se si mund ta shoh të shkrimtimin në një anë tjetër, gjithmonë gjejnë një derë të hapur për ta bërë këtë gjë. Edhe unë kam kërkuar gjithmonë nga pedagogët që duhet ta shoh këtë poezi, sidomos nga të letërsisë, duhet ta shoh këtë, të lutem, a ke mundësi të ma shohësh edhe këtë? Edhe kështu që gjithmonë e kam gjetur këtë derën e hapur për ta bërë këtë gjë. Ke zgjedhur që të vazhdosh nivelin e dytë të studimeve. Dhe shoqja juaj më herët, po në të njëjtin dek u shpreh se ka mundësi të tjera edhe në shkallë tjetër të nivelit, në nivelin e doktoraturës. Si e mendon Surin? Unë në fakt, duke qenë se kam dalë studente, se Universiteti i Shkodrës, Fakulteti i Shkencave Shoqërore, por gjithë mendoj që t'jep mundësinë që t'ja dalësh edhe përfaqësosh tek rrjeti i studentëve ekselent. Duke qenë se unë kam dalë tek rrjeti i studentëve ekselent të Shkodrës, por edhe më gjerë të Shqipërisë, si përfaqësuese e fakultetit, normalisht që mendja ime mbetet tek vazhdimi më tejshëm i dijes. Dhe normalisht që është ideja ime qëndron akoma që unë ta vazhdoj doktoraturën dhe pse jo dhe atë që merret profesorja asociuar këto janë baza shumë të rëndësishme për të vazhduar. Pastaj mundësitë për të fluturuar në bota është e hapur dhe realizimet të ëndrave apo të projekteve natyrisht bëhen nga një bazë dhe nisen e shtektojnë pastaj. E rëndësishme është që hapat të hidhen dal nga dal dhe si të thuash të shkallëzuar dhe këtu është një bazë nga mund të nisesh. Po, patyshim. Ndërsa Emilia ka esurinë e saj me gazetarin. Po, unë teksa i dëgjoja të gjitha vajzat që flisnin, përmendnin profesorët, ishte pak a shumë, ishin edhe profesorët e mi. Arsyeja është sepse ne bëjmë një alternim të degëve, nëse vajzat janë të profilizuara tek lëndët që nevojiten për degën e tyre, ne kemi një kulturë të përgjithshme të gjitha lëndëve, sepse patjetër një gazetari i duhet gjeografia, i duhet historia, i duhet letërsia, i duhen filozofia, të gjitha për të patur edhe shprehuri, sepse dega është gazetari, komunikim dhe nuk mund të bësh vetëm lëndët tuaja bazike, vetëm të merresh me kamerën, televizionin, pasi dihet që duhet të mbrosh diçka më tepër për veten tënde.
Dhe ndaj edhe unë gjej rastin të përshëndes disa nga profesorët e mi, pra të alternuar sepse janë të historisë, të letërsisë dhe të gazetarisë. Për shembull, profesor Ardi Hoti i gazetarisë, përshëndes profesor Ismet Kallaba i gazetarisë gjithashtu, profesoresh Isida Haxhi e marrëdhënies me publikun, e cila na ka ndryshuar paksa mendjen kur na fut si lëndë, domethënë kur erdhi si lëndë pasi ne kishim ardhur për gazetari, domethënë për këtë profesionin e gazetarit, ndërkohë kjo marrëdhënia me publikun që Ka një hapësirë tjetër. Dhe ishte diçka shumë interesante që ne në fakt kishim harruar fare në momentin që kemi zgjedhur listën tonë për të regjistruar në universitet. Tjetër kemi profesor Gzim Pukën, i cili është i gjuhë letërsisë, por që na ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë për pjesën e aktivizimit qoftë edhe në teatro, pasi e thash dega është gjithmonë, më pëlqen ta them që është dega gazetari komunikim, dhe ne kemi gjithë këto mundësi për të vazhduar, për sinqerisht mund të them për çfarë të dojmë ne. Nga je ti, Emilia? Unë vi nga Renci, është një fshat afër Shkret, afër Shkodrës, dhe mundësia ime është e lehtë për të ardhur për rreth 10 minuta me makinë këtu. Ndaj edhe kam zgjedhur në fakt edhe Shkodrën, për qëndruar në Shkodrë, dhe mund ta them që në fillim unë isha pak e dyzuar mes një lëndë pak të veçantë që nuk besoj se ka zgjedhur shumë kush. Ishte spanjishtja në Universitetin e Tiranës, dhe nuk u ndjeva dhe aq komode, dhe pata mundësinë të tërhiqja letrat e regjistrimit vetëm për të ardhur këtu, pasi edhe ma sugjeruan degën e gazetarisë, e kisha patur vetë si preferencë, e kisha vendosur si preferencë, por vendosa ta djeg dhe për spanjishtën, por mendova dhe mundësitë e mia në fakt, dhe u pendova. Pasi u pendova në përmirën këtë rast, pasi i plotësonte gazetaria të gjitha kushtet, dhe vetë kisha bërë pseudo emisione në shtëpi, xhiroja për çefin tim. Pra, çdo ëndër që më herët ishte në subkonsciencën tënde, realizohej vazhdimisht. Edhe si pa ditur. Në degën e gazetarisë studentët janë nga Shkodra, por jo vetëm, apo jo? Jo vetëm, kryesisht nga Veriu, pra Shkodra, Burreli, Rësheni, po mund vinë edhe nga Dibra, nga Korça, kemi student nga Korça, janë të pakt, por që absolutisht vinë. Universiteti i ka dyert të hapur edhe për të gjithë, vinë nga Mali i Zi, vinë nga Ulqini. Këto kanë pak më të vështirë për shkak të rrugës edhe tarifave, kalimin dogan etj, por që me të vërtet janë studentë shumë të mirë dhe e marrin mundin për të ardhur deri atje, dhe me të vërtet dalin shumë mirë. Kemi shembull të tillë në klasë, kështu që do t'i vlerësosha shumë. Shpesh dalin edhe më mirë se ne që jemi këtu në Shkodër, fal vullnetit të tyre që kanë. Ne më herët, para se të hynim në këtë bisedë, transmetuam një këngë që lidhet me rinin, me vitet studentore. Natyrisht është një rrugë që motivon një angazhim shumë të bukur, një angazhim që hedh baza dhe drejtimin në vijimsinë. Si mendoni ju, pasi ky universitet ju jep mundësinë të merrni një diplomë në nivele të ndryshme, si mendoni Ecurin, sa i fuqishëm është pikërisht kjo diplomë për vjushmërinë në punësim më pas? Me që kam mikrofonin, po i përgjigjem kësaj pyetje. Diploma është shumë e vlefshme, patjetër masteri edhe më i vlefshëm, doktoratura edhe më e vlefshme, por personalisht për degën e gazetarisë është e ditur që mund të futesh shpeshherë dhe pa diplomë në punë, sepse jo se je i ditur ose jo se je i paditur, por është diçka praktike, është diçka që ti e ke pasion dhe mund ta realizosh edhe pa nevojën teorike. Megjithatë është një eksperiencë shumë e mirë, edhe teoria një ndihmës shumë e madhe, sepse normalisht, por 100% e studentave që kanë vazhduar praktikën dhe para nesh që jemi duke studiuar kanë ndalur
100% më mirë se ne që jemi duke bërë teorinë, domethënë. Ne vetëm në momentin kur kemi vazhduar praktikën e kemi kuptuar se kjo është ajo që kërkonim. Biles në vitin e parë, biles unë kisha dyshime, isha lodhur nga alternimi i lëndëve të ndryshme që nuk po vinin te gazetaria konkrete që kishim kërkuar ne. Megjithatë ishte një ëmbëlsirë për në fund, kështu që ishte shumë mirë. Kështu që ditë pas dite ju e kërkuat, siç tha Emilia, dhe e gjetët atë dëshirën tuaj për të praktikuar pikërisht thelbin e lëndës. Djeleta si mendon, sepse dal nga dal vitet po plotësojnë nivelet e shkollimit. Si mendon praktikën për punën tashmë? Ky universitet ta jep një mundësi të tillë? Normalisht që ta jep, sepse në fakt Universiteti i Shkodrës njihet pa mburrje, në fakt njihet edhe për nxjerrjen e studentëve mjaft të mirë. Unë njoh konkretisht njerëz të mi që kam mbaruar në fakultetin e shkencave shoqërore, konkretisht në degën time, që në Tiranë kanë dalë të parët. Dhe për të arritur tek pyetja juaj nëse të jep mundësi diploma, normalisht që diploma të jep mundësi punësimi, sepse ne nuk kemi thjesht mundësinë e punësimit si mësues të quhet shqipe, por ne mund të punësohemi edhe si editor të lajmeve, nëse ke aftësi dhe dëshirë e pasion, mund të punësohesh edhe si një gazetar apo diçka tjetër, mund të punësohesh si redaktor. Pra dhe korrektor që janë kaq të nevojshëm në shtypin e përditshëm. Pra t'jep mundësi edhe më gjëra, kështu që diploma jonë është e vlefshme. Është akoma dhe më e vlefshme, normalisht, kur ti i bashkangjit ndoshta edhe punë të tjera që mund të kesh bërë shtesë, por është akoma dhe më e vlefshme nëse ti ke një diplomë që është mbrojtur mjaft mirë, pra me rezultate të mira ose të kënaqshme në fakultet. Emilia përmendi se Olivia. Përmendi që në punën përgjatë viteve të shkollimit keni patur përfshirja në punët shkencore dhe pikërisht studentët janë tërhequr rreth këtyre të veçantave që pikërisht edhe zona e Shkodrës t'i ofron dhe historia e Shkodrës t'i ofron. Duke patur gjithë këtë hapësirë, mendoni se në vazhdimsi, edhe në punësim, edhe në punën më pas do të shërbejnë si baza të fuqishme për t'i aplikuar ato? Sigurisht që po, sepse gjatë 3 viteve bachelor apo master i 2 vjeçar, Universiteti i Shkodrës Dega Histori të jep formimin e përgjithshëm. Jo vetëm pjesën e literaturës, por edhe pjesën praktike, me anën e ekspeditave, që kryesisht bëhen në pjesën e jugut, si dhe në Kosovë, në Maqedoni, ne vizitojmë vendet arkeologjike, dhe këto janë një shtysë edhe për studentët, pasi, siç thash edhe më parë, jo gjithë mund të përfundojnë në pedagogji. Po sa bukur është arkeologjia, sa dhe nevojshme është pikërisht në zonën tonë. Në Shkodër kemi vetëm një arkeolog që unë e përshëndes, është Elidon Sokoli, përshëndetje Elidon. Nuk e di si jeni, domethënë me afrimin, unë përmenda një rast që më vjen në mendje, po ato specifikat e veçanta që jep lënda juaj mund të jenë edhe të tjera. Patjetër, lëndën e arkeologjisë, në fakt në universitet e ka dhënë profesor Muhamet Bela, një profesor shumë i mirë, e përshëndesim njëkohësisht, dhe me përfundimin e studimeve, një student historie mund të profilizohet në arkeologji, mund të profilizohet në arkivistik, sepse tashmë çdo institucion ka arkiven e tij. Gjithashtu edhe me guidat turistike në institucionet kulturore. Kështu që ka një hapësinë gjerë. Normalisht që mesatarja është ajo që vlen më shumë, por rezultatet nuk vijnë nga qielli gjëra. Kështu që rezultatet e viteve studimore
natyrisht që të shpërblehen. Natyrisht. Unë desha dy vajzat të cilat janë në nivelet e larta tashmë të studimeve. Sa do t'ja rekomandonit një kandidati ose një maturanti që pret të shoh alternativat e zgjedhjes së vazhdimit të studimeve, pikërisht Fakultetin e Shkencave Shoqërore në Universitetin e Shkodrës? Atëherë, unë personalisht në fakt do ta rekomandoja shumë Fakultetin e Shkencave Shoqërore dhe degën e gjeografisë, sepse marrin njohuri të ndryshme nga fusha nga më të ndryshme, sepse vetë dega e gjeografisë është e ndarë pak a shumë në dy variante, në gjeografinë fizike dhe atë humane, ku marrin informacion të shumtë në fakt, qoftë për hapësira rurale, qoftë për ato urbane, për migrimet, për popullsinë, për rajonet e ndryshme të botës, informacione në fakt të shumta dhe të vlefshme në ditët e sotme, dhe në fund të këtyre studimeve bachelor dhe master mund të dalin mjaft mirë si specialist mjedisi, si planifikues territori, mund të ndalin në fakt në zbatimet ndryshme projektesh, në një punë në bashki ose Pra hapësirat janë të shumta dhe të larmishme. Ndërkohë Dajana ka mendimin e saj. Pamela, Dajana ka Pamela, s'ka po. problem. Atëherë unë doja të veçoja edhe një fakt që nuk u përmend nga shoqet, sepse universiteti jon ka frikë bashkëpunimi jo vetëm kombëtar, por edhe në një rrjet ndërkombëtar. Unë vetë bashkë me shoqen time Djeletën kemi marrë pjesë në bashkëpunimin që ka universiteti jon me universitetin në Çekinë, në qytetin e Olomoucit. Kjo ka ardhur si pjesë e bashkëpunimit që kanë marrë dhe kanë dhënë universitetet mes njëri tjetrit, jo vetëm me Çekinë, por edhe me shumë vende të tjera, dhe kjo ishte një eksperiencë jashtëzakonisht e bukur. Theksoj faktin sepse ne u përballëm me një auditor krejt ndryshe, u përballëm me mendime dhe opinione shumë më të larta dhe ishte diçka shumë e vlefshme për ne. Ne atje prezantuam temat e diplomave tona dhe Si u pritën ata, si u vlerësuan? besoj se ishte një nga gjërat më të bukura që ne përjetuam. Me mbështetjen e dy profesoreshave, theksoj përsërish Valbona Karakaçi, e cila është faktikisht edhe koordinatorja e rrjetit CEPUS për universitetin ton, dhe me mbështetjen e profesoresh Rezarta Draqini, që ishte gjatë gjithë kohës me ne. Atje ishte një mirëpritje pa e pyetur në fakt se nga vini. Ishim universitete të ndryshme nga Ballkani Perëndimor dhe nga Ballkani Qendror, dhe nuk kishte asnjë lloj paragjykimi se nga vini, por thjesht një diskutim aq i gjallë dhe aq i vlefshëm sa nuk besoj se do ta harrojmë. Prandaj unë dua të bëj thirrje të gjithë maturantëve që janë në mëdyshje ose të tërhequr për të larguar sa më larg vendit të tyre, për të marrë një frymë më të madhe. Mendoj që nuk e kanë menduar ose nuk kanë kërkuar aq shumë se çfarë ofron vetë Universiteti i Shkodrës. Po, siç e tha dhe u përmendëm, po kërkon gjendje dhe besoj që po të jesh i Zoti dhe po të jesh aq i aftë edhe me Universitetin e Shkodrës, mund t'ja dalësh shumë mirë të bashkëpunosh me frymën dhe pastaj të shkosh në universitetet e tjera. Atje na bën faktikisht edhe thirrje dhe i kemi dyert e hapura për të shkuar në universitetet të tjera në vitet në vijim. Po? Në fakt edhe unë doja të shtoja bashkëpunimet ndërkombëtare, ku Universiteti të Shkodrës, Fakulteti i Shkencave Shoqërore dhe eksaktësisht degës gjeografi në kuadrin e programit Erasmus, ofrohet një bashkëpunim nga Universiteti Vekta në Gjermani, një ndër universitetet më të mira, për të kryer atje një semestër ose në fakt edhe dy të tillë. Është një mundësi e jashtëzakonshme në fakt për të njohur me kultura tjera nga Europa, por jo vetëm, edhe nga bota, ka studentë shumë nga Korea e Jugut, Japonia, gjithashtu në fakt një tërheqje për ata maturantë që akoma nuk kanë zgjedhur se për çfarë do vazhdojnë studimet. Gjeografia ofron gjithashtu ekspeditat në terren. Pra, ajo çka ne marrim gjatë 5 viteve studim, në fakt i konkretizojmë edhe në terren. Ne kemi vizituar vendet ndryshme të Shqipërisë, por jo vetëm, kemi dalë edhe jashtë kufirit politik në trevat shqiptare, në Kosovë, në Maqedoni,
kemi vizituar çdo pjesë të Shqipërisë nga jugu në veri, zonat që ndoshta nga ana teorike ishin të bukura, por për syrin janë akoma më të bukura. Kanë edhe vlera shumë më të gjëra, ju jeni të rinj, të reja, natyrisht është një mrekulli që të kesh një bashkëpunim edhe shoqëror, por që motivohet bukur me studimet tuaja, apo ja? Nëse mund të thaj diçka? Po. Po fliqim parë për pjesën e ekspeditave. Vjet Universiteti Lojz Gurakuçi, Shkodër, në bashkëpunim me shoqatën Yunus Emreja turke, u bë mundur që ekspedita 10 ditore të bëhej në Turqi, në qytetin e Edirnes dhe Stambollit. Sigurisht ishte një eksperiencë e paharrueshme, pasi u njohem më nga afër me kulturën e popullit turk, shkëmbyem në një farë mënyre kulturat. Ky projekt ju dha studentëve të degës së historisë, ndërsa u shoqëruam nga pedagogët e gjeografisë. Ishte një eksperiencë që do të na vlej gjatë, pasi në atë udhtim ne gjetëm edhe pika të përbashkëta në ndërmjet dy kulturave tona. Të bashkëpunosh me universitete të huaja do të thotë që të kesh një lloj partneriteti, qoftë edhe në bashkëpunim dhe të ndjehesh i barabartë. Ndodh kjo? Po, patjetër. Pikrisht këtë e kena ndje sidomos në vitin e 2 dhe vitin e 3 ne të degës së gazetarisë, ku kemi patur pafund projekte, pafund trajnime, të cilët kanë ardhur nga ndërkombëtarët, mund të them, por që kanë bërë një bashkim kombëtar që me studentët që ne në fakt nuk kishim patur shumë bashkime, bashkëpunime studentash nga Tirana apo Elbasani, pa u bërë këto bashkëpunime ndërkombëtare. Ndërkohë, për shembull, një eksperiencë shumë e bukur që mbaj mend nga viti i dytë ishte bashkëpunimi me Universitetin e Strasburgut, ku erdhën studentët e këtij universiteti për të bërë praktikën e tyre në gazetë, në radio dhe televizion. Ne kishim këtë pjesën për t'i ndihmuar gjatë përkthimit, por edhe për mbledhjen e informacioneve që do t'i nevojiteshim atyre kudo që të shkonin dhe për të realizuar gazetën dhe revistën e tyre njëkohësisht. Ishte diçka shumë e bukur. Ne kemi patjetër një certifikat në fund, ajo vlen shumë për CV-n ton, mendoj. Dhe pse jo, kemi tani një projekt konkret me USAID-in, në bashkëpunim me USAID-in dhe disa përfaqësues të Rana Labs, nuk njihet shumë në Shqipëri, pasi është një organizatë e huaj amerikane, ku ka edhe ish gazetar të BBC-s, që është një eksperiencë që vjen tek ne një herë në jetë, besoj, dhe është shumë e vlefshme. Gjatë kësaj kohe ne kemi parë që në fakt nuk kemi shumë diferenca me atë që ne jemi të aftë dhe me atë që po na ofrohet. Do të thënë, është thjesht një pikë bashkimi që ne po mund ta realizojmë fal pajisjeve më të mira, kuptohet, më të specializuara që ato na kanë sjellë në laborator, por edhe për vetë dijet tona. Jam shumë e kënaqur me këtë degë dhe pikrisht për këtë do t'ja sugjeroja sidomos maturantëve që u pëlqen ky lloj aktivizimi, sepse do të kenë diçka që do të kënaqen në këtë degë. Nëse Dieleta kishte diçka? Në fakt, nuk është se përpas asaj që u tha nga marrëdhënia me ndërkombëtarët, universiteti, fakulteti i shkencave shoqërore jep edhe mundësinë që të marrësh pjesë në për konferenca që janë vetë organizuara nga universiteti, konkretisht nga ky fakultet. Dhe unë konkretisht kam marrë pjesë në shumë konferenca në degën time në gjuhën shqipe dhe letërsi, por ato ndërkombëtare normalisht janë një eksperiencë jashtëzakonshme ku ti përballesh jo vetëm me ato njohuritë tua se sa mund t'i vësh ti në praktikë dhe sheh realisht nivelin tënd me nivelin e të tjerëve, sheh se ku je ti dhe ku mund ta çosh veten edhe me tutje. Dhe krahas tyre ofron edhe summer school, quhen këto shkollat verore.
Dhe nëse nuk e di për degët e tjera, po për degën time e di që ofron Graci i Austrisë, nëse ti do të shkosh të studiosh për një periudhë verore, një mujore ose 2 javore në Graci të Austrisë, që i ke gjithë të paguar normalisht. Pra, të gjitha këto janë hapësira që vetëm me përkushtim, me pasion, natyrisht me punën që mund të realizosh, me studimin tënd, hap pas hapi i gjenë në Fakultetin e Shkencave Shoqërore në Universitetin e Shkodrës. Një fakultet që rrok shumë çka në pasionet e studentëve, që realizon dhe më pas që jep hapësira për të ecur më tej. Unë dëshiroj t'ju falenderoj shumë edhe për informacionet, por edhe për këtë ngasje kaq interesante tuajën në ditët tuaja të studimeve, në këtë ecuri që ju keni patur duke shfrytzuar hapësirat që jep dhe mundësitë që ka Universiteti i Shkodrës për të realizuar formimin tuaj bazë akademik këtu, e më pas për të nisur në rrugët që ofron jeta. Ju falenderoj shumë Emilia, Dieleta, Olivia, Diana, Pamela. Ishim të gjithë këtu në studion Mirëmëngjes Shkodër. Ju uroj që dita të sjell mbarësi dhe të gjitha ditët në vijim. Faleminderit juve. Qeshur i një, qeshur pra